Mina është në klasën e 4. Pas klasës së 4, ajo do të vazhdojë arsimin e lartë si të gjithë fëmijët në Baden-Württemberg. Ky proces tranzicioni quhet Navi 4 dhe synon të ndihmojë fëmijët dhe prindërit të gjejnë llojin e duhur të shkollës. Navi 4 përbëhet nga 3 komponentë. Komponenti i parë është një sesion informues. Në vjesht, prindërit e Minës do të marrin pjesë në një mbrëmje informuese në shkollën fillore. Atje ata mësojnë rreth llojeve të ndryshme të shkollave në dispozicion dhe kërkesave të ndryshme që secila prej tyre u vendos fëmijëve të tyre. Komponenti i dytë është vlerësimi i kompetencave Kompas 4. Në nëntor, Mina do të marrë pjesë në testin mbarkombëtar Kompas 4. Do të testohej njohuritë nga fushat e gjermanishtes, kuptimi i leximit, drejtshkrimi, përdorimi i gjuhës dhe matematikës. Komponenti i fundit është një seancë informuese dhe bisedë këshilluese. Ndërmjet dhjetorit dhe janarit, prindërit e Minës flasin me mësuesin e saj të klasës. Bëhet fjalë për mënyrën se si është zhvilluar Mina, në çfarë shkon mirë dhe cila lloj shkolle i përshtatet më së miri asaj. Procesi tranzicioni 2-3 përcakton se cilën shkollë do të ndjekin fëmijët më tej. Këto gjëra janë të rëndësishme për të vendosur për llojin e duhur të shkollës. Rezultatet e testit të Minës, vlerësimi pedagogjik i mësuesve dhe dëshira e prindërve. Regjistrimi në një gjimnaz është i mundur vetëm nëse 2 nga 3 vlerësimet e përmendura rekomandojnë unanimisht ndjekjen e një gjimnazi. Prindrit marrin komente nga shkolla në lidhje me rrugën e mëtejshme arsimore të fëmijës së tyre. Ky informacion rendit nivelin në të cilin pritet që fëmijët e tyre të mësojnë në të ardhmen. Niveli G çon në diplomën e shkollës së mesme, Hauptschulabschluss. Niveli M në arsimin e mesëm, Mittlere Reife. Niveli E në matur, Abitur. Me rekomandim, Mina mund të regjistrohet në një shkollë të mesme, shkollë të mesme teknike, në Hauptschule, Werkrealschule, Realschule ose një shkollë të përgjithshme, Gemeinschaftsschule. Prindrit e Minës ende duan që ajo të ndjek shkollën e mesme, edhe pse rekomandimi thot ndryshe. Në këtë rast, Mina mund të bëjë një test qendror të aftësisë. Prindrit e saj e regjistrojnë vetë atë. Testi zhvillohet në një gjimnaz i cili është caktuar shkollës së saj fillore. Rruga arsimore e Minës nuk është finalizuar ende pas zgjedhjes së shkollës së mesme. Edhe me një diplom të shkollës së mesme, Hauptschulabschluss, ajo mund të arrijë kualifikime të mëtejshme më vonë. Ndaj objektivi është, çdo fëmijë duhet i jepet mundësia më e mirë për të ndjekur rrugën e vet.